Ekspozita në parim do duhet kishte qëllim të zbardhte dhe të informonte publikun vendor dhe ndërkombëtar për masakrat që janë kryer në Kosovë. Mirë po, praktikisht, ekspozita dhe libri kanë shpërfaq diçka tjetër. Me ose pa dashje e kanë shpërfaq narracionin e Serbisë mbi masakrat në Kosovë, duke pretendu që në ato masakra ka pas njerëz të armatosur e si rezultat të cilau ka pasu mandej kundër përgjigja, për arsye se si ti të thuash në masakrën e Dubrovës. Kanë qenë 48 njerëz të armatosur. Ata kanë mund të jenë para 6 muajve, 1 vit i ushtar të ushtrisë lirimtare të Kosovës, por shumica prej tyre në momentin kur janë zonë edhe janë arrestu, kanë qenë të parmatosur dhe ti thuash ti, dikuj që ka qenë i burgosur për 6 apo 8 muaj, ti referohesh si armatosur, atëherë e amniston Serbin mbi krimet që i ka kryer ndaj popullatës civile. Shumica e masakrave kanë dhona të pasakta, qoftë për numrin, qoftë për gjinin, qoftë për moshën dhe veçmas. Ajo këto e bën edhe matron kur është financu nga buxheti i Republikës së Kosovës dhe është e habitshme si ka mundësi të financohet një projekt kaq i rëndësishëm dhe të mos shikohet produkti i cili është prodhu nga financimi yt dhe veçmas të publikohet pa u bë një rezume. Po padyshim që foji është i përbashkët, por ajo që është edhe më e rëndë është neglizhenca institucionale për arsye se për mua nuk është e habitshme dikush si Xeni që i bën krejt këto huqe për arsye se krejt narracionin e tij qoftë për luftën e dytë botërore, qoftë për aktorët të shpalljes pavarësisë së Shqipërisë, duke filluar nga Isa Bulitini, Azembeta dhe krejt figura të tjera. Ai i ka figura të dyshimta, figura mercenare dhe kriminale, zaten i akuzon shqiptarët edhe për vrasjet serbëve të malazezëve në vitin 1943. Thjesht po flasim për një njeri i cili krejt narracionin e tij historik e ka në kundërshtim me historinë tonë dhe me rrugtimin tonë për liri. Po ky duhet më kon një mësim që ky proces mos m'ju besu Xenau, po duhet ta bëjnë institucionet kredibile dhe duhet të jetë proces i verifikimit edhe pas përfundimit të publikimit, në mënyrë që të botimit që ai material të mos mund të publikohet pa pas një recenzur të mirëfillt që do ta shfletoj paragraf për paragraf, do ta lexoj atë material. Apo politizohet protesta, sa me sot mos e reagimin ndaj shkëlqimit. Po unë mendoj që edhe sikur të politizohej, do të kishte arsye dhe do të kishte logjik, për arsye se krejt që ky narracion çfarë e ka prezantu Shkelzengashi, me ose pa dashje, me ose pa qëllim, është narracioni i Serbisë për masakrat dhe për krimet në Kosovë, duke filluar nga cila do masakër që ti e merr në Kosovë dhe veçmas nga Ereçakut, ku ata pretendojnë se kanë qenë ushtarë dhe nuk kanë qenë civil. Thjesht narracioni i Serbisë përputhet në publikimet dhe në ekspozitën që e ka prezantuar Shkelzengashi. Ndoshta për koincidencë mund të përputhen, mirë po në rast se she urrejtjen e tij, akuzat e tij për krejt figurat historike që i kem nga shpallja e pavarësisë së Shqipërisë deri te shpallja e pavarësisë Kosovës për 100 vjet, për krejt figurat ai ka për kufizim dhe emërtim të keq. Uroj që të jetë nga gabimi e të mos jetë nga qëllimi dhe nga pagesa e adresa të dyshimta. Jo, na nuk mund të mjaftohemi me kërkimfalje. Çka nëse që ato libra i ka bler dikush dhe ju referohet siç do t'i referoheshin edhe publikimit që e ka bërë Dimal Basha. Thjesht librat që i referohen historisë nuk mund t'i nxjerrësh në treg dhe t'i hesh nesërmen, sepse nesër armiqt mund t'ju referohen si të vërteta.